Na ka ndodhur diçka paranormale, kemi qenë duke ndëjtur me shokët bashkë, po tregonin disa histori të frikshme dhe në fillim menduam se mos e kishim nga frika, pastaj filluam dëgjojmë në muzikë nga dhoma tjetër, edhe pse nuk kishtim hapur muzikë dhe asgjë nuk ishte në prizë. Dritarja e dhomës që është me shinë u mbyll nga hiçi dhe gjatë gjithë natës dëgjonim zëra nga dhoma tjetër. Ju nuk duhet të ishte fiksuar në këtë lloj situate, por duhet të kishte lexuar Kur'an. Po të lexosh Kur'an, po të vendosësh Kur'an, po të vendosësh surën El-Bakare, do të largoheshin xhinët dhe shejtanët. Normalisht kjo shfaqje xhinësh. Pra xhinët, me që keni qenë në ato ujëra, të ngacmu, e kanë treguar veten që janë dhe ekzistojnë. Dhe kjo nuk është rast, dhe ky nuk është rast i rrallë, kjo ka ndodhur shumë shpesh me njerëzit, tregojnë nëpër vende të ndryshme, sidomos nëpër fshatra apo nëpër mala apo nëpër lugina, që njerëzit kanë gjua henge, kanë gjua kur kanë pas ka pas asgjë, ose ju kanë gjujt me gur kur kanë pas ka pas asnjë njeri. Pra xhindët ekzistojnë, ne muslimanët e besojmë një gjë të tillë, kështu që ju duhet të vazhdojeshit tremeshit, po të lexoheshit Kur'an, të falshit namaz, të ta pastroheshit shtëpinë nga kjo zhurmë dhe atmosferë që ishte krijuar.